Bujaria është prej cilësive më të larta të një besimtari. Para së gjithash është prej emrave të Allahut subhanahu wa taala dhe prej cilësive të tij të larta. El Kerim. Allahu e ka quajtur veten si bujari absolut. Dhe përrjedhoi pastaj edhe besimtarët e Allahut mëndërishëm duhet të karakterizohen me këtë cilësi të lartë njerëzore, me bujari. Prandaj ata japin për hir të Allahut, japin në rrugt të Allahut, jo për të shpenzuar nga pasuria e tyre, por për të investuar për ahiretin e tyre. Allahu në Kur'an thot: "Wa ma tunfiqu min shay'in fali anfusikum." Çfarëdo që ju shpenzoni është për të mirën tuaj, pra është për veten tuaj. Dobinë e saj e përfitoni ju, e përjetoni ju. Ajo as pak nuk i bën Allahu diçka, nuk i shton nga sundimi i tij, apo nuk ka kur farë ndikimi tek Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu është i pavarur nga ne. Allahu është i mbi natyrshëm, i plot fuqishëm dhe i pa nevojë për veprimet tona. Por ne jemi nevojtar për shtimin e vlerave tona. Dhe nuk na shtohen vlerat vetëm se përmes veprave fisnike. Dhe një prej veprave më fisnike është padyshim sadakaja apo bujaria, kur besimtarët e Allahut japin për hir të Allahut, në rrugt të Allahut. Prandaj Allahu në fillimin e këtij ajeti thotë: "Wa ma tunfiqu min shay'in fali anfusikum." Çfarëdo që ju të shpenzoni, të jepni, atëherë atë e keni për veten tuaj, pra është në dobinë tuaj. "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Dhe nuk jepni, pra nuk duhet të jepni vetëm se duke e synuar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk jepet vetëm se për Allah. Nuk jepet as për famë, nuk jepet as për lavdatat njerëzve, por jepet për të arritur kënaqësinë e Allahut të madhërisëm. Pastaj vazhdon e thotë: "Wama tunfiqu min shay'in wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudhlamun." Nuk ka mundësi të jepni diçka prej mirësisë suaj, prej pasurive tuaja, me të cilat Allahu juve ju ka begatuar, vetëm se Allahu do t'ua kompenzojë ato. Dhe derisa Allahu premton për një gjë të tillë, nuk ka mundësi një pasuri të ndahet nga xhepi ynë, nga ekonomia jonë familjare, nga pasuria jonë materiale, vetëm se Allahu do ta kompenzojë atë.